Faleminderit për ftesën për së dy herë. Që të bëj dhe një lidhje me pjesën e parë, duhet ta theksoj këtë, që lidhja me sotjet shqiptarë në Greqi u themelua në 7 mars të vitit 1998 si rezultat i nevojës së domosdoshme që ne një grup arsimtarës, po më vonë shumë, e pam të arsyeshme që të organizohesh. Ndërsa, po të flasim sot, kemi një shtrirje territoriale, thuajse në një hapësirë shumë të madhe të Republikës Demokratike Greke, në Greqi, janë krijuar mundësi të reja, është shumë numri i mësuesve dhe i kurseve, siç e theksova edhe në pjesën e parë, dhe mësimet vazhdojnë rregullisht. Lidhja e mësuesve të çdo kurs, sa për dijenit e qytetarëve dhe migrantë shqiptarë që janë këtu, i ka dyert e hapura për fëmijët e tyre, të cilët ata mund të vinë edhe gjatë muajve në vazhdim. Pra nuk kemi vënë një kufi regjistrimi që fillon e vjen në shtator dhe mbaron në fund, po dyert janë të hapura. Unë gjej rastin që në fillim, që them gjithë emigrantët shqiptarë në Greqi, u bëj thirrje nënave, baballarëve, gjyshrëve, të gjithë të afërmit të fëmijët, të sillnin fëmijët në kurset e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Greqi, sepse do jeni të fituar. Mbi të gjitha ne do ruajmë identitetin ton, kulturën ton, trashëgimimin ton, kostumet tona, do festojmë festat tona kombëtare më të rëndësishme, sigurisht që fëmijët tanë marrin pjesë edhe në festat kombëtare greke dhe bravo qoftë. Kemi shumë fëmijë shqiptarë që mbajnë dhe flamurin grek. Ju lumt edhe atyre, kështu që kjo është gjendja e sotme, domethënë që janë afërsisht mbi 70 të sa mësues që janë të angazhuar konkretisht. Dhe gjëja më e mirë është ajo që nga kërkesat tona, për të cilën njëra ishte pagesa e mësuesve, u realizua me vendim të kësaj qeverie në vitin 1924 dhe sot mësues shkëmbler. Pra, iku një e mirë vullnetarizmi i tyre. Po. Pas se shkojnë të marrëveshje që është bërë në vitin 1998 ndërmjet dy vendeve, ne mbas 27 vitesh, kur ju krijohet për të parë shoqatën e lidhjes të mësuesve. Po. Je i kënaqur si një profesor, si një aktivist, që kurset e gjuhës shqipe mund të bëhen vetëm një në javë? Ja për besueshmëri. Kjo është marrëveshja ndërmjet dy ministrive të arsimit, pra Ministria e Arsimit e Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit e Greqisë, të firmosura në 4 nëntor të vitit 1998 nga dy ministra tanë, respektivisht Indieri Arseni dhe Etem Ruk. Pra kjo është marrëveshja e cila i përmban gjitha. Kjo marrëveshje mbështetet dhe në disa konvenda ndërkombëtare për të drejtat e emigracionit, sigurisht për brezineri, për ruajtjen e kulturës etj. Po këtu mjafton të kujtojmë se ishte bërë dhe një marrëveshje e miqësisë dhe bashkëpunimit të qinësisë mirë këtu, ndërmjet dy vendeve tona, pra mbi këtë bazë, dokument ky i firmosur me 21 mars 1996 nga dy kryeministrat e asaj kohe. Ti marrëveshje në kush për çfarë vendi? Ky bashkëpunim, si thash, ka bazë ligjore, sepse të gjitha konvendat për të drejtat dhe mbrojtjen e emigracionit është mbështetur, siç e theksova, në disa marrëveshje evropiane, siç në Helsinki, siç edhe ajo Francës, siç edhe traktate e miqësisë. Edhe kjo përmend disa nene, e cila është në 2-3 gjuhë, e firmosur dhe e vullosur nga të dy ministrat, pra është zyrtare,
Unë desha të bëj një sqarim për opinionin që marrëveshjet ndërmjet dy vendeve nuk janë të detyrueshme në qoftë se njëra palë nuk është e gatshme të përgjigjet një kërkesë të asaj marrëveshje. Kjo se do të shikojmë për në kujdes, kemi se kjo ka disa nene, unë do... Më kryesor, një lën kryesor, të në që. Mund të lexoj? Po, një lën, po. Tu thotë do të krijojmë konditat të nevojshme për mësimin e gjuhës anëtare dhe qytetërimit të njerëzve që i përkasin minoritetit grek. Thot, pala greke, thot, do të shqyrtojmë mundësinë e mësimit të gjuhës anëtare nga fëmijët shqiptar që ndodhen në Greqi me prindit e tyre për arsye ekonomike. Për nëse do të i referojmë pikërisht këtij neni, mendimi im është dhe këto janë fakte që pala greke atë që e kërkoj ndaj palës shqiptare e fitoj. Gradualisht kërkesat u realizuan. Sidomos ndaj mësimit të gjuhës anëtare greke për minoritetin grek, që ati mjafton të jenë 5.000 dhe 3.000 dhe 4.000, atyre u jepet e drejta dhe u sigurojmë të gjitha kushtet në shtetin shqiptar. Ndërsa pala greke, këtu një diçka që nuk hecën për mendimin tim, që duhet të ishte bërë me qartë, thotë do të shqyrtojë dhe mundësia e mësimit të gjuhës shqipe. Pra kjo fjala mundësia, unë mendoj se ka një pikë pyetje. Pra, kjo mundësi është për shkollat greke? Pra mundësia që fëmijët tanë të mësojnë në territorin grek, kudo që ata banojnë, sigurisht pranë fëmijëve tyre, krahas mësimit të gjuhës shqipe, thotë këtu, do të gjuhës greke, thotë që do të krijohet mundësia që ata të mësojnë dhe mësimin e gjuhës shqipe në ambientet e shkollave publike. Kjo nuk është realizuar zyrtarisht. Është vetëm sakrifica e mësuesve emigrantë shqiptar këtu, që fillimisht mundën të gjenin disa ambiente me forcat e tyre dhe sa mundën, që u hapën kurset e para, ose u dhanë ndonjë ambient pranë universiteteve, kohët e fundit është hapur që kjo mundësi, por nuk ka një, si thuash, vendim të prerë. Unë kam një pyetje, unë kam një pyetje. Nga informacionet që kam, di që ju keni qenë këtë takim, apo jo? Në këtë marrëveshje keni qenë? Për këtë? Për këtë marrëveshje keni qenë? Tani kjo marrëveshje është në 98. Si mas rregullat. Jo, keni qenë prezent? Ja një minutë. Si mas rregullat, ajo rinovohet janë 5 vjet. Kjo marrëveshje është rinovuar mas 5 vjetëve, edhe mas 5 vjetëve, domethënë nga më të teta, që mund të llogarisësh, domethënë nga viti 2005-2006 e këtej, kjo flet. Kjo marrëveshje nuk është rinovuar më. Çfarë thuhet këtu? Prandaj, kjo është pjesa që duhet zgjidhur. Njëherë e mirë. Duke kthyer të kjo marrëveshje, ne shikojmë që shteti shqiptar s'ka bërë përpjekje apo jo? Shteti shqiptar, unë e them me kompetencë, i ka realizuar të gjitha kërkesat që kishte Ministria e Arsimit e Fesë dhe Kulturës që kanë dhënë ndaj pjesës minoritare që ata kanë në Shqipëri. Flas për gjuhën shqipe këtu? Edhe pjesë të tjera, jo vetëm të mësim gjuhës greke në Shqipëri, po edhe të rrugën e kulturës, të traditës, të kanë institucionet në gjuhën e tyre, jo vetëm në zonën e minoritetit, po kurset greke janë hapur edhe në qytetet të tjera. Atëherë pse nuk është realizuar kjo marrëveshje? Sipas mendimit tuaj. Unë mendoj se tu ka defekt, siç e thash, që në formulimin e kësaj marrëveshje. Se po them, në qoftë se kemi mundësi, nëse e tjera, kjo, si thuash, nuk të jep garanci.
Pra në qoftë se thua që në qoftë se ne kemi mundësi dhe kur të munduni, kjo mund të vete 20, 30 edhe 40 vjetë. Pra, unë shikoj që nga pala greke ka patur neglizencë. Po ndërkohë unë gjej rastin që të kritikojnë edhe palën time, palën shqiptare, shpinë time. Që nuk kanë ngru këmbë, që ti themi, kujt do qoftë? Kërkove, këto 1-2, unë t'i bërë. Tha që bëdhe ti 1-2 nga plakesa mu, që të keqe kanë që fëmijët e emigrantëve shqiptarë, që mësojnë gjuhën greke në shkollat greke, që janë një numër shumë i madh. E dini ju se sa mësues domethënë përfitojnë këtu të drejtën e ushtrimit profesionit, jo marrin rrogën, marrin pensionin, se janë me qindra fëmijë shqiptar në të gjithë kategoritë e shkollave. E po nuk është i kënaqur numri që marrin pjesë. Dhe mësuesët janë grek. Dhe shteti grek me fonde nga institucionet Bashkimit Evropian, që i mbulon. Atëherë, shtëketje do të kishte, ose do të ketë, nëse në shkollat publike greke ndodhin qoftë 10 fëmijë e lartë, që atje jo një herë në javë, po më them 2 herë në javë, si specialist që jam i gjuhës shqipe, sepse unë kam 60 vjetë mësuesa dhe kam shumë njohuri në këtë ditë, që tu jepet mundësia. Ne edhe në një kërkesë që kemi dërguar me Ministrisë Arsimit, dhe takimet e kemi bërë. Në Shqipëri, Këtu me Ministrinë Arsimit greke, u kemi thënë, ne nga ju kërkojmë vetëm ambientin pranë shkollës tuaj, siç janë dhënë kohët e fundit disa ambiente. Po, është një marrëveshje ndërmjet punës madhe që bën lidhje mësuesve shqiptar në Greqi, me bashkit. Kurset e tjera, Me bashkit. në përpjekje me bashkit, sigurisht. Jo me ministrin. Okej, thotë edhe ambasada, sepse s'ka sa thotë ndryshe, por kjo nuk është një marrëveshje ndërmjet ministrive. Pse nuk ecën puna sot? Është, siç e theksova edhe më lart, unë fajsoj palën shqiptare, e cila nuk ka qenë këmbgulse, edhe nuk ka mundur që të marrin ata që ne jo kemi dhënë dhe mirë bëjmë që jo kemi dhënë. Sepse gjuha anëtare sot është një konvent për cilën unë edhe theksova, që marrë në Helsinki dhe në Francë. Shteti pric që e merr emigrant ka detyrim njerëzor, shtetëror, moral, politik, aq më tepër ndërmjet dy shteteve fqinj që jemi ne, që kërkesat i bëjnë realitet. Prandaj, unë e theksoj edhe një herë që nga 3 kolonat që ka në të funksionoj një gjuhë shqipe ku do që tjetë, është kesh fëmijë, kesh nxënës. Po. Ne kemi nxënës, sepse emigrantët tu përbëjnë një numër shumë të madh. Është një moshë, si thosh, e shtesës së fëmijëve. Pra, kolona e parë, kemi fëmijë, do të kemi fëmijë. Kolona e dytë, kesh mësues, kemi mësues, kemi. A do të kemi mësues mas 15 vjetës? Unë them jo, edhe do të shikojmë çik më poshtë këtë problem. Edhe e treta është kesh ambientet. Atëherë, them se problemi i të qenurit të fëmijëve shqiptar në migracion, ky do të jetë i përjetshëm. Edhe problemi i ambientit, them se ka hyrë në rrugën e zgjidhjes dhe mund të zgjidhet. Po kjo dyta varet nga shteti grek. E luftojnë ministria jo. Po e treta, që kemi ngritur, kysh në themelimin e lidhjes mësuesve të 7 mars 98-s. Ku do t'i gjejmë neve, zoti gazetar, mësuesit mbas 20 vjetës, sepse mosha mesatare e mësuesve tonë këtu është afërsisht 50 vjet. 50 vjeç. Atëherë sholla 20, vjen 70. Dhe kjo mësuesi nuk ja rindon. Atëherë, në qoftë se ne atë që kemi thënë kaq herë në seminare që bëjmë të dy ministrit të arsimit, edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë, e kemi ngritur kaq herë në ambasadë, e kemi ngritur kaq herë në zyrat e ministrisë. Dhe janë dëshmitar këtë mësues, zotëri, zonjë, ju që jeni në krye, keni menduar për një fidanishte, pra fjala vjen
që ne të ri për të ri mësuesët, sepse ato mas 20 vjetës edhe ajo që është 20 vjeqe, 25 vjeqe del nga sistemi i mësimdhënies. Pra, kjo, zoti Ljozitar, është një problem që nuk i takon qeverisë greke. Kjo i takon qeverisë tonë. Po, doni dini ose sa mendimi kemi dhënë? Që ose është e nevojshme? Po. Atëherë, për të pikë, që unë e shikoj shumë e vërgjende, sepse në fundit, ai vreshtari i shikon ato hardhit, plus plaket vetë atje ve një rënjë dre, apo jo. Po ne vezot bëjmë për të zëvendësur Jovanin, për të zëvendësur X-ën, për të zëvendësur Y-ën, që kanë mos ashtu. Atëherë mendimi jon, që ja kemi thënë ministrisë, sepse edhe ata kanë thënë mendimin e tyre, por nuk kanë cakuar, është ky. Me këta fëmijë që kanë ardhur këtu në moshë të vogël, ose që kanë lindur këtu se jemi 30 sa vjet, të cilët djemë dhe vajza, sot i kemi 18 vjeçë, 19 vjeçë lart, që kanë shprehur dëshirën të përfshihen në një kurs, në një sistem 2 vjeçar, 3 vjeçar, shkollor, për të mësuar gjuhën shqipe, po këtu, këtë fidonistja këtu, këtu qendra, sepse kemi dhe një ambasadë me groza personel. Pra, në kjo se zgjidhja do të bëhet, mendimi jonë është që kjo për në kjo, si thoshë, shkollë e arsimit të mësuesve për gjuhën dhe kulturën shqiptare ta ketë qendrën në Greqi, jo në Shqipëri. Profesor, prek një ambasadë në gjithë për momentet e fundit. Çfarë do të bëjë ambasada dhe çfarë ka bërë të drejtim? Çfarë ka bërë të drejtim? Mendimi im është që cili ka qenë roli i saj? Po, ja pasi do kesh është me shumë interes për publikun, sepse unë jam sot e 32 vjetë, këto dhe jam marrë me shumë vite. Mendimi im është që ambasada shqiptare, që është me ambasador zotin Krastojot Ropo, që e gjenë rastin të falenderoj, deri më sot ka bërë përpjekje. Aq se ajo ka fuqinë dhe kompetencat e saj. Domethënë, është gjendur mësimit e gjuhës dhe kulturës shqiptare, ka krijuar avantazhe nëpërmjet të hapjes dyrëve të ambasadës, ka ndërhyrë, sidomos në këtë vitet e fundit që është dhe zonja Luela Hajdaraga, ka ndërhyrë për marrjen e ambienteve publike për mësimin e gjuhës shqipe, ka shkuar thuajse kurs në kurs, i ka dëgjuar mësues. Nga është zgjidhur problemi i tekseve nëpërmjet kërkesave tona në ambasadë dhe vazhdon pastaj të dy ministrit dhe drejtoria e librit. Pra nuk vojmë ne më për tekste, nuk vojmë ne më për pagesë mësuesës që është zgjidhur. Po, si stas, ambasada tani duhet të bashkëpunojë me Ministrin e Jashtme, me Ministrin e Arsimit, po edhe me Presidentin, po me gjithë institucionet e tjera, që ne të zgjidhim problemin emergjent. E ligjërohet mësimi i gjuhës shqipe në shkollën publike greke, kudo që janë. Pra, mos të vinë fëmijët atje ku është kursi që i ka gjetur mësuesja, që bëjnë 1 orë, 2 ora, vajtë ardhe me autobusa dhe me mjetë të tjera. Po të bëjnë mësuesja në shkollë, në atë shkollë ku janë 20, 30, 40 fëmijë. Pra, duhet lëvizur. Edhe ambasada duhet lëvizim në shumë. Është bërë punë, po duhet lëvizim në shumë. Pyetja e fundit që kisha unë për të bërë te ju është, a ka patur ndonjë interesim ose ndonjë urim për vitin e ri mosimor nga përfaqësia e shtetit shqiptar ose nga shteti shqiptar për fëmijët tanë që mësojnë gjuhën shqipe dhe për mësuesit tanë, ka patur një urim në këtë drejtim për vitin mosimor 2025-2026? Dini gjë? Urim? Unë duhet të theksoj që sado që ne të bëjmë hapa pozitive për para, pra të themi që ka probleme për të zgjidhur. Ajo që është bërë shtesë në to 4 vjetët e fundit që ka ardhur dhe zonja Luela,
aty është shtuar dhe një vend, Po. është zonja Ioneta Loka, që e ndjek më nga afër problemin e emigracionit. Sidomos, ambasada është më e përkushtuar që t'i dëgjojnë fjallën e mësuesve, të dëgjojnë nevojat e tyre, dhe të jetë në pranë, domethënë mësim dhënësve dhe familje. Pra nuk ka një bashkëpunim të ngushtë siç duhet ndërmjet ambasadës dhe lidhjes së mësuesve këtu? Siç duhet, them. Unë mendoj që lidhja me mësuesvet në të gjithë periodat, si mbasë kryetarëve, domethënë se tani është një zonë kryetare që unë mendoj se ajo është e përkushtuar për këtë problem. Marrëdhëniet janë të mira dhe dëgohet të zëri mësuesve nga ambasada dhe ambasadorja, sigurisht, dhe çohet në të gjitha linjat ku është nevojë. Pra, nëse këtu janë 40-50 shoqata, sepse unë stasisht po e marr se ka shumë shoqata, jo kjo ka të emra, jo ka të emër, po shoqata ku unë bëj pjesë dhe që janë një nga bashkëthemeluesit e saj, që është më produktive, që është më afër problemit për të cilën ne trajtojmë dhe kemi plagë të vjetër, është lidhja e mësuesve shqiptar në Greqi. Kjo është flori shoqat, sepse ta mësues 25-30 vjet punon vullnetarisht, edhe nuk e dorëzon fondin. Pavarësisht se para një viti u dha një pagesë aq u pa e arsyeshme. Sa pagojnë mësuesit? Po pagesa dhe a një kontributet? Është një pagesë 350 euro dhe pak më lart. 400 euro? Mujore. Mujore. Po. Tani unë këtu kam një mendim. Sigurime shoqërore ju njën? Unë kam një mendim konkret, zotë i nderuar gazetar, që ne kemi mësues me 10 nxënës, 12 nxënës. Po. Kemi mësues me 20 nxënës. Po kemi edhe mësues me 50-60 fëmijë që mëson. Tani rroga është standarde, si ditët e punës të kooperativës në ato kohë. Unë mendoj që edhe për stimul, edhe për të vlerësuar punën e secilit një tjetrit, duhet të një kriter. Kjo se ke 10 fëmijë, deri 20, 25, si është klasa normale, kjo normale është 350 euro. Po kjo se ti ke 2-3 klasat të tilla, po pse mos marrësh dhe më shumë? Pra, kjo problem duhet zgjidhur, sepse është shumë e nevojshme. Se si ky shtek do që duhet krijuar një kriter, patjetër që është e nevojshme të zgjidhet. Pastaj ka do kohë tani, unë e kam thënë edhe kryetarës kryesisë aktuale, që ne duhet kemi një dokumentacion, tani që filloj dhe pagesë, të rregull, zyrtar, sepse është punuar dhe nuk ka dokumentacione, shteti nuk ka, lidhje mësuesve ka, për çdo vit ku është mësues që sa fëmijë tjera. Po, bëhet fjalë për një dokumentacion zyrtar. Për çfarë duhet kjo? Unik, që do të thotë mësuesi këtë 3 dokumenta zyrtare. Këtë listën e regjistrimit, që ajo mbase është në fund të fakit të regjistrit, shkovor, se që kishme në dikuar, këtë një regjistr, këtë një program unik, sepse kemi të bëjmë sot me abetare e koptare, nuk kemi mësim para. Ne para disa vitesh ishin 7 abetare. Kështu që mendoj që ky problem duhet zgjidhur. Ju faleminderit shumë.